Përshëndetje miq, jeni duke dëgjuar edicionin informativ më të bukur këtu në Radio Travel. Një shtëpi pensioni për Gen Z. Shtëpia e parë e pensionit për të rinj në Malezi sapo është hapur në Gopeng dhe është pikërisht ashtu siç tingëllon. Një aratisje një mujore nga kultura e lodhshme e punës, pa ndalesë, për rreth $430 amerikan, të rinjt mund të zhvendosen në një ambient të qetë, të rrethuar nga natyra dhe të bëjnë ato që shumica prej nesh vetëm e përmendin. Absolutisht asgjë. Reagimet online kanë qenë të ndara siç pritej. Mes kjo është diçka si në filma dhe ju lutem merrni paratë mia. Por kërkesa flet vet, shtëpia e pensionit për të rinj në Gopeng u hap së fundmi dhe muaji i parë është tashmë plotësisht i rezervuar. Kur gjyshet kthehen në nxënëse, shkolla që bashkon brezat. Në fshatat e qeta të Koresë së Jugut, rënja drastike e lindjeve ka lënë shumë shkolla rurale në prag mbylljeje, duke detyruar mësuesit të gjejnë një zgjidhje të pazakontë, të hapin dyert për gjyshet e komunitetit. Granat të 70-tat dhe 80-tat që dikur u privuan nga arsimi për shkak të luftës, varfërisë apo traditave që favorizonin djemt. Sot ulen në bankat e klasës së parë me laps në dorë. Ato mësojnë shkrimin dhe leximin, matematik bazë dhe përdorimin e teknologjisë, shpesh për krah nipërve dhe mbesave të tyre, duke krijuar një klasë ku brezat takohen dhe bashkëjetojnë. Pastë dhëmbësh e bërë nga flokët mund të ndihmojnë në riparimin e dhëmbëve. Studiuesit nga King's College London kanë zbuluar se keratina, një protein që gjendet te flokët dhe lëkura, mund të ndihmojë në riparimin e smaltit të dhëmbëve dhe të ndalojë fazat e hershme të prishjes. Studimi i publikuar në revistën Advanced Healthcare Materials tregoi se kur keratina aplikohet mbi sipërfaqen e dhëmbit, ajo formon një strukturë të organizuar si kristal, e cila me kalimin e kohës tërheq kalciumin, duke krijuar një shtresë mbrojtëse të ngjashme me smaltin. Dr. Sherif, autori kryesor i studimit, tha se po hym në një epokë shumë interesante ku bioteknologjia na lejon jo vetëm të trajtojmë simptomat, por të rikthejmë funksionin biologjik duke përdorur materialet e vet trupit. Fituesi i lotarisë ndan çmimin me mikun. Në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara, një fitore prej $22 milion në lotarin Powerball u kthyer një histori të rrallë besimi dhe miqësie. Dy miq të vjetër, Thomas Cook dhe Joseph Fanny, kishin bërë një premtim që në vitin 1992. Nëse ndonjëri prej tyre do të fitonte ndonjëherë çmimin e madh, fitimi do të ndajë mes tyre. Cook tregoi se pasi e kuptoi se kishte fituar, veprimi i tij i parë ishte të telefononte mikun e tij për t'i dhënë lajmin dhe për të mbajtur fjalën e dhënë shumë vite më parë. Fillimisht Fanny mendoi se ishte një shaka, por shumë shpejt e kuptoi se premtimi ishte bërë realitet. Pas taksave, secili do të marrë rreth $5.7 milion. Leximi që krijon miqësi. Historia e 17-vjeçarit që bashkon fëmijë përmes librave. Asher Rosenfield, që në moshën 12 vjeçare krijoi nismën Audibles with Asher, duke ofruar seanca leximi falas për fëmijë dhe të rinj me nevoja të veçanta. Ajo që nisi si një mënyrë për të kaluar kohën, sot është shndërruar në një mbështetje të qëndrueshme për shumë familje. Asher takohet çdo javë me të njëjtën fëmijë përmes Zoomit. Fal formatit online, nisma ka kapërcyer kufijtë e qytetit dhe ka sjellë shoqëri, vazhdimsi dhe lidhje sociale për fëmijë që shpesh përballen me izolimin. Dhe me këtë lajm kaq të bukur, ne kemi arritur në fund të Happy Feet dhe për ditën e sotme. Por ne do dëgjohemi sërish nesër vetëm në Radio Travel.